qiton. Jo të mira mo... Jo të mirë. Okej, fillimisht shumica e ka mujt pakicën gjithë, edhe në rrjetet sociale, kur po folëm për shumicën, po i përfshina edhe ata pakicën, edhe gjithçysh kanë mu përfshi, edhe po, menaj si burrat, si femnat, si krejt jena tu... Tu e përfshi vetën, ja zakonisht shumë. Edhe tu pak tu manipulu prej rrjeteve socialeve, edhe po, tash kanë dalë trendet treja, senet treja, u bo trend, mos me mojt fjallën, trend me rejt, u bo trend mu mshef, trend me pos ka 2-3 femna dhe ju do këtë vetja cool, u bo trend mu reklamu me pare, me kere. Dhe më thonë, senet që menej që nuk i takojnë një burret. Një burr nuk ka nevoj mu livdu, një burr nuk ka nevoj mi bo qëto senet që po bohen sët, në përrjetje sociale, e kam fjallën, nuk ka nevoj mi bo se burri që burr vet vrehet, vet shihet. Po, nuk ka nevoj me të reguat. Po, nuk ka nevoj për reklama. Burri nuk ka nevoj për reklama. Ama saj përket që saj pjesës, unë e kom pa shumë postet të në kohën që pse burri ja ka bo like, që saj qikës, ose pse burri ja ka bo like, asaj tjetërës, ta shumë në duna më do kësi ajo. Po edhe na vetë si femna, kur e shumë ka njerë, ka një femën të bukur, në rrjetet sociale ja bojna like. Unë nuk menoj që është tradhti që ajo